Do duhet të analizojmë në aspektin vertikal zhvillimit që kanë karakterizuar çështjet e sigurisë në pjesën veriore, respektivisht asaj publike dhe asaj nacionale. Pra që nga aktivitetet i sulmit terrorist shtetëror të Serbisë mbi Republikën e Kosovës në Banjë në 2023 ka patur avancim të më të tjeshëm të aspektit zhvillimeve që kanë ofruar qytetarën dhe sigurinë për qytetarët në pjesën veriore të Republikës së Kosovës. Por çka është kruciale dhe esenciale, mund të themi që qendrat, punktet dhe nën punktet, pra qendrat janë veprimet operative ku shteti i Serbisë në mënyrë permanente dhe konstante ka zhvendos operaturën e saj shtetërore në shërbim të grupeve terroriste apo grupeve të cilat janë të lidhur me brigadën zyrtare. Me pastaj punktet dhe pikat, pra janë punktet ku më pastaj shpërndahen në punkte të ndryshme brenda territorit të Republikës së Kosovës, ku sipas gjitha gjasa ato është bë graviteti i zhvillimeve dhe mbledhja informacione relevante dhe njëkohësisht shpërndarja e mjeteve apo municione luftërore, dhe pikat janë pikërisht këto që tani me institucionet tona të sigurisë janë duke i hasur në veprimet e tyre operative, duke e minimizuar që nga këto pika, punkte dhe qendra që tani më qendrat janë larguar nga territori i Republikës së Kosovës dhe punktet që në këto pika fokusi është të minimizohen, të neutralizohen dhe njëkohësisht gjithë armatimi i cili ishte shpërndarë për vite të tëra është duke u grumbulluar nga ana e mekanizmit të policisë së Kosovës në bashkërendim në aspektin operativ me mekanizma të tjerë të sigurisë, është AKI-ja, por njëkohësisht edhe bashkëpunimi i sinqert reciprok me qytetarët e Komunitetit Serb në pjesën veriore. Po situata në tërësishme në Mitrovicën Veriore është e brisht, kjo por e qetë, kjo brishësi vije mu për shkak se patrollat policore gjatë patrollimeve në pjesët Mitrovicës Veriore hasin objektet e pabanuara, ku aty gjejnë armë ilegale të cilat në një mënyrë ose tjetër do të thotë janë të ardhura ose të mbetura prej kohës në pjesën veriore të Mitrovicës, dhe për këtë arsye inteligjenca policore bën të pamundurën që të argumentoj, të ketë argumente, prova dhe të paraprinj operacione policore, sidomos patrollave. Gjithashtu vlen të ceket se armët të cilat gjenden në këto shtëpi të pabanuara duhet të shiqohet të mirë aspekti balistik i tyre, për arsye se këto armë mund të jenë ato të cilat janë përdorur për ndonjë vrasje, për një akt terrorist ose në forma tjera, në mënyrë që ato të kontrollohen në mënyrën më detale të mundshme. Është më rëndësi të ceket se tani kemi një bashkëpunim më të mirë të qytetarëve me policinë e Kosovës në pjesën veriore, dhe kjo vije mu për shkak të asaj se këto patrollimet vazhdueshme dhe gjetje të municioneve dhe armëve ilegale në shtëpitë e pabanuara bën që të ngrit besimin të qytetarët policia e Kosovës me punë dhe me aktivitet të tërësishëm.